flasim për planet, për ato që i bëjmë, për ato planet që nuk guxojmë t'i bëjmë, e thojmë na i prishi jeta. Dhe për ato që shpesh nuk guxojmë as t'i mendojmë. Po përmend disa prej fjalive të njerëzve të mençur në përbot. Një idiot me një plan mund t'ja kaloj një gjeniu pa plan. Është e para. As një plan nuk mbijeton kur bie në kontakt me armikun. E treta, as një pasion mbi tokë, as dashuria, as urrejtja, nuk ka të krahasume me pasionin e prishjes planeve të tjetrit. As një plan nuk i mbijeton kontaktit parë me zbatimin e tij. Shakespeare i thot vullneti dhe fakti kam për herë rrugë të ndryshme, prandaj planet tona hidhen në erë vazhdimisht. Një plan që nuk vihet në praktik është vetëm një bisedë. Nuk është se të gjithëve u ndodhin gjëra sipas një plani të caktuar, por gjërat që ndodhin secili i interpreton sipas një mënyre të caktuar. Nuk kemi një plan, kështu që asgjë s'mund të shkojë ters. Një ëndër është veç një ëndër. Një qëllim është një ëndër me një plan e një afat. Nëse nuk keni planifikuar asgjë për jetën, nuk do të kesh kur rregull.